Gjërat në jetë vinë natyrshëm dhe ndjesit i ndjen dhe i përcjell dhe i merr vendimet vetëm ai person që i ndjen brenda vetes. Po. Të tjerët mund ta quajnë si dëshirë, mund ta quajnë si hobi, mund ta quajnë si një gjë që ti do ta ndryshosh në jetën tënde, po absolutisht jo, ajo është një gjë reale që të vinë natyrshëm dhe normale lind kur ti je në moshën e pubertetit që vazhdon edhe rritesh dhe kupton ku do jesh me veten tënde. Dhe kam kuptuar që në moshën 17 vjeç. A ishte kjo arsyeja pse ti e la Vlorën për Italinë? Absolutisht jo, Vlorën e lash me valixhe, që mora valixhen dhe u spostova në një vend tjetër, por brenda zemrës time absolutisht jo. Vlora është vendi im, ne i themi andin nga jugu, nga Vlora ku ta ka bërë koka bam, do me thënë aty ku ke lindur. Dhe Vlora është gjithmonë në zemrën time, pavarësisht se unë jetoj në Tiranë. Këte kam cekur dhe në një emision tjetër që se dalin 4 komentues, ose dalin 4 persona që nuk ju pëlqen ti si person, kjo nuk do të thotë që është i gjithë qyteti, i gjithë Shqipëria dhe se ti je ashtu. Në Vlorë normale që kam pas paragjykime, sepse duke filluar që në licat e këpucëve që të tjerët i kishin zeza, unë i kisha mente, beretat, unë i bia dikush preferonte të dilte me flokët, do më thënë, këtu ka filluar gjëja. Po edhe ti kishe në gjithmonë kam dashur që të mbaja të bëj diferencën ndaj njerëzve. Edhe ti ki qenë e guximshme se po tregojnë që ki qenë më ndryshe, që nga stili, nga krijimet e tua.